edhe ka qenë e vërtet Juela. Ngjarjet, personat, historia, shumë e thjeshtë. Edhe ka qenë shumë e vërtet Juela. Po, nëse unë do kisha një shoqe këtu brenda dhe ajo do kishte bërë ato që bërë Juela s'ka qenë shoqe. Unë do kishte marrë atë shoqe, do kisha unë do kisha. Juela është interzgji. Juela është interzgji. Se ti nëse e të gabuar shumë për qafova të djalin dhe unë duke më keq duke e bërë këtë gjën, nuk erdhe të ma thoja më i Birkena, nuk po bën mirë kështu. Për shkove në dhomë trafimit dhe the ato që the. Për të marrë vëmendjen tonë në funditës, edhe ajo nuk është se tregoj në i farë virtyti, se edhe ajo nëse të konsideron të shoqe, shumë gabim për të. Ajo mban për vete pjesën e saj. Po dhe ty nuk pas ka interesuar ndonjëherë ajo, kjo tregon që je fake. Ashtë ajo që unë e kam të që prej fillimit, je njëri ju më fake të brënda. Nuk e shë, i ke më refër mua, ti nuk e një shoqe të brënda. Ja, edhe ti që kishe një shoqe, je fake, sepse nuk e pas të pasur shoqe të vërtet. Se djerë rast me i ba bëj ti, unë nuk i bëj. Se unë gjallë që i ke ba ti s'do i bëja kur. Edhe kështu që asë mendimet e tua nuk i bështet. Dakor, aty që drot, jo, Birkena, ti mua një përgjigje nuk më ke kthyer njerë. Në çdo bisedë që ne të dyja kemi pasur, ti mua një përgjigje nuk ma ke kthyer që unë ta mbaj mend. Hajde tani. Vazhdo folë, se vetëm aty diti. Me le që zut ndërhyjë debat fepër? Mos ndërhyjë, Mateo, më mirë. T'ja pi shëmbë. Unë për shëmbë që jam prish me malin. Këtë rrasë ka na malin. Që i bje, jam fake unë që zërë kokët malin mrap. Nuk e di historin tuaj. Po jam të jap si shëmbë, nuk po të them për çfarë jemi zënë. Nuk e di, gocat i kam parë më nga afër. Po mirë, pra unë për shëmbë ka prej mbesi shok. I bje jam unë falë se më ka prej më mbes. Nuk patën asnjë lloj. Unë mund të konsiderojmë budalla që i kam besu, po. E keqja ime. Ajo do i pësidoni funditës. Do Kur i pësidoni me person që më flet, më thët një gjë, ka pesh për mu, unë ja kthej fjallë që ka pesh. Vajza kishte pesh për ju, se thoja ka një shoqe të gushta, kemi parë në qifesi. E thoja, se të shprejshë për advisor aty. Thoja kam shoqe, e kam shoqe. Tani na dojnë që të s'pas ka pasur pesh, për derisa ti nuk pati një bisedë me të sqaruese. Pas gjithë videos që ti pe. Me mu ka net, ka hang, ka pi, ka bollaf, për ças kemi fol, mos vish herë? Po. Normal. Mos më? Edhe se ju keni gjuhë vetëm të kemi thirrë emrin, si keni edhe unë tash, do zgjedh Mateon t'i jap imunitet. Livia, dua ta gjej unë të story, se ishte pyetja ime. Po. Tash dua të zgjedh Mateon t'i jap imunitet, se nga jashtë neve na thënë që do se nuk e dishim pa ardhur për shtëpi, domethënë që do rrim ke shpella, neve na thënë këtu. Do të thënë që do jeni ke shpella. Edhe tha duhet zgjidhni një banor që ju mendoni, doni t'i jepni imunitet që shkoni mirë, që mendoni që do shkoni mirë, po. Edhe thash, këto kanë për thirr, mendova unë për dy çunat, kanë për thirr në një që do bëjnë zhurmë, ma kupta se duan të kapin prajmin, duan debate. Po, sigurisht. Edhe thash çfarë zgjedh, unë zgjedhi njëri që a di, bo dhe humor dhe pozitivitet. Edhe mendoj që mund të më eci muhabeti, po gjithmonë në shoqëri, nuk kam thënë kurrë që po zgjedh Mateon, se kam pëlqim unë për Mateon. Jo në këtë mënyrë, thash të dy çuna tani, mos do zgjedhin, a kupto. Jo, mendova kur e fjalë këto që zihen, bëjnë debate. Okej, thash, mendoj që me Mateon mund të më thash të ambientohen, mos kem direkt debate, domethënë shkoj të kem muhabete pozitive. Okej, aq mos aq 5 sekonda me aty kishe. Mateon thashun e para. Po tha ky gimbon, jo, tha Selin. Ky? Pastaj ky tjetri tha gimbon, thash mos. A di, aty pastaj se kthejshë më të zjodhe. Edhe kur erdhe ke dera që nuk fole, nuk patëm kontakt. 2 ditë e para thash, kjo e ka morë domethënë në këtë lloj mënyre dhe tani do mundohet. Pastaj nëse nuk e zgjatësim vetë kur po flisja me Tanin. Kjo e erdhi edhe i ra derës, se zakonisht Birkena i binte derës kështu, pak. Edhe kur isha unë të fol me Tanin, kjo e erdhi i ra, bëm! Unë isha ke dera, Mateo e di, kur binte dera që i bishin shumë, e kisha në fillim me ziu ambientoja. Edhe ka burnesha këto, okej, thash, ke pat... Jo, për zotin... Me mu prej pra, nuk e di unë që ti ke pas... Du të përgjigje për ato që thash, shif, unë me Mateon e kam një raport të mirë, do me thonë më shkon muhabeti me Mateon, më rrihet me Mateon, edhe vlerësoj shumë si djalë. Po, Mateo nuk është pronë e jemja, Mateo mund të rri, mund të flasi me gjitha gocat të mre, se nuk është se unë jam lidhje me Mateon dhe kur farë lloj problemi. Unë ty edhe Arditin nuk është se ju kam përmen shumë, se dhe me thonë, shëndrinti, kur flesja me Mateon, vike gjithmonë edhe folka të të kena i sen. Edhe të në unë adin, më vinte me fol me të. Po jo, as si lloj, as nuk i nevoj Shëndriti i pari që s'kishte mendim të mirë për ty, edhe jo kam bif me të, ja, bërë këte ndi, nëjse lajkat. Se i kuptoj unë.
As me Mateon, as me Alesën se ka prajmin dhe. Veç po e ka me mua. Lajkat e këtyre. Edhe kur erdhe ti bën Mësove se me kapti me mua. Kur erdhe ti bën me këtë vëpnim.